u mblodhëm sot në këtë kuvend dhe reflektimi. Jam përfaqësues nga fshatrat, të cilët me mendimet tuaja që do të jepni, do të na vini në binarët e duhur për të vazhduar nga sot derisa të arrijmë te qëllimi ynë final. Mos lejimin e shkatrimit të qytetit Selenicës. Mos lejimin e bashkisë Selenicës të zhduket nga Selenica dhe të bashkohet me Vlorën. Sot nuk jemi mbledhur për interesa politike apo personale. Jemi mbledhur për të mbrojtur të drejtat e komunitetit ton, për ta dëgjuar atë. Bashkia e Selenicës ka një histori, ka një identitet, ka një të ardhme, ka 47 fshatra. Zëri ynë do të jetë i qytetëruar, i argumentuar, por dhe i vendosur, sepse ne kërkojmë drejtësi dhe respektim të vullnetit banorëve. Unë do t'ju prek disa çështje me qëllim që t'ju orientoj, dhe gjithë se cili prej jush mbështetur mbi këto pika, le t'i japi mendimin e tij. Para disa ditësh, në rrjetet sociale, në televizion, del një përfaqësues i legislativit, përfaqësues i qarkut të Vlorës, i cili nuk ishte as i tagër, as i të drejtë, dhe as një aprovim nga komuniteti i këtyre 47 fshatrave apo i bashkisë Selenicës. Dhe duke qeshur dhe duke hedhur atë firmën e tij të gjatë, vulosi shkatrimin e bashkisë Selenicës, mbështetur mbi atë projekt vendim i cili Komisioni i Territorit, Komisioni Administrativ dhe i Territorit, vendosi që Selenica të mos ekzistojë më si bashki në gjithë qarkun e Vlorës. Por më forta dhe ajo të cila ne na ngacmoi më tepër, ajo e cila na bën të reflektojmë të gjithë vëllezër dhe motra, folin në emër të popullit. Pra gjoja se vetë populli i lumit të Vlorës, i bashkisë Selenicës, ka dashur me dëshirë të shkatrojë bashkinë dhe të bashkohet me bashkinë e Vlorës. Një bashki e cila ka një sipërfaqe për 562 km2, 47 fshatra, identitet historik, kulturor, një pozicion geografik jashtëzakonisht të mirë. Si mund të bashkohet me Vlorën, kur Vlora nuk arrin të zgjidhë problemet e saj? Ne jemi gjithë kjo shtrirje e madhe, dhe sa filluam të rregullohemi, sa filluam që të shohim mirësitë që po bën kjo bashkim me të ardhurat e saj në çdo fshat, ashtu pak po preket çdo fshat, na vjen një ultimatum, Selenica shkrihet.